Universiteti. Sa po kam pirë një kafe me një mike klientën time, dhe problemi parë i madh kryesor i saj ishte ndihma që po i jep fëmijës për ta çuar në universitet. Them ndihma, ndërkohë që të gjithë familjet shqiptare kur bëjnë këtë gjë janë donatorë kryesorë. Ne nuk kemi fëmijë që të vënë të marrin një kredi, të cilën do duhet ta shlyejnë gjatë jetës së tyre. Kështu që prindi është shumë i përfshirë në çfarë bëhet. Edhe pse mendoj që në shumicën e herëve i thuhet fëmijëve çfarë do ti. Gjithsesi, ajo që unë shikoj është që shumë nga ata prindër bëjnë disa pyetje të cilat do doja t'i formuloja në një seri, të cilat janë shumë të thjeshta për të ndjekur dhe që mund të ndihmojnë dikë që nuk e ka mundësinë që të ulet të flasin kok më kok me një drejtues karriere. Shumë prej nesh mendojnë pak cilin mendoni që bëjmë gabimin më të madh. Për mendimin tim, gabimi më i madh është që ne i ndihmojmë fëmijët tanë të zgjedhin universitetin duke bazuar te e kaluara. Ndërkohë që fëmijët tanë do të jetojnë në të ardhmen me krejt ndryshe. Mendoni pak. Shumica prej nesh jemi rritur me këtë formulë. Mëso fort, bëj kurse fort, shumë kurse, mundësisht në çdo drejtim, merr diplomën, merr një diplomë, gjej një punë të mirë dhe jeta është në rregull. Por pyetja ime është, a funksionon ende kjo formulë, e cila është e ngurtësuar në mendjen e prindërve shqiptarë? Dhe jo vetëm në Shqipëri, është shumë e çuditshme dhe ata që janë në botë. Dhe përgjigjja është jo gjithmonë. Sipas McKinsey, deri në 2035, një pjesë shumë e madhe e vendeve të punës ose do të eliminohen, ose do të transformohen, ose do të zvendësohen plotësisht nga teknologjia apo inteligjenca artificiale. Dhe profesionet që ne njohim sot nuk do të ushtrohen në të njëjtën mënyrë. Prandaj pyetja ime është, në cilën universitet do duhet ta regjistrojmë fëmijën? Se nuk diskutohet që do ta regjistrojmë diku. Pyetja ime do të ishte, a mund të mendosh si do përgatitet fëmia yt për jetën që do të jetojë pas 10, 20 apo 40 vitesh? Dhe nëse me këtë pyetje në mendje, cili universitet shërben si urë përgatitje për fëmin tim nga ku është tani deri në kur do dalin në vend e punës, do kërkoj, do t'japi vlerë, do t'gjej një vend pune. Për më shumë se 10 vite kam qenë pedagoge në universitet dhe vazhdoj të jem. Kam parë mijëra student, shumë drejtues, profesionist, prindër, po dhe të rinj, që marrin vendime të rëndësishme për karrierën, duke u nisur nga një gabim shumë i madh që nuk njohin veten. Dhe shumë prindër që ndihmojnë që ata të zgjidhin universitetin pa njohur botën ku do të punojë fëmia e tyre. Pra, një nga vendimet më të rëndësishme është të mos zgjedhësh rrugën më të lehtë, por rrugën që të përgatit më mirë për jetën. Në gjithë filozofinë time të coaching, ndihmoj të rinj dhe familje të bëjnë zgjedhje të menduara, jo zgjedhje të nisura nga frika apo nga zakonet e kaluara, apo nga një rrugë e provuar tashmë. Në parim, nëse do flasim janë 3 gabimet kryesore që më shoh më shpesh në këtë zgjedhje që bëhet. Gabimi i parë, prindit zgjedhin profesionin që ka qenë i mirë për brezin e tyre ose për brezin aktual. E vërteta është që tregu nuk shpërblen më për atë që ishte i vlefshëm dje. Ai shpërblen për atë që krijon vlerë sot. Dhe mundësisht për nesër. Gabimi i dytë, shikojmë vetëm emrin e universitetit, por harrojmë pyetjen më të rëndësishme. A del studenti prej andej me aftësi që kërkon tregu, sepse diploma vetëm të hap derën e parë, aftësitë të hapin 2 të tjera. Gabimi i tretë, e masim suksesin me notat apo me çfarë ka marrë në shkollë. Por harrojmë që ky brez e ka shumë të rëndësishëm kuriozitetin. Harrojmë që kreativitetin e kanë një nga gjërat që duan ta zhvillojnë vazhdimisht. Kujtoni, janë rritur me mediat sociale gjithandej. Harrojmë komunikimin, që ky brez për mua asnjëherë nuk është investuar tamam, që ata të kenë komunikimin më të mirë. Ose harrojmë aftësitë për të zgjidhur probleme, dhe janë pikërisht këto kompetenca që kërkohen dhe do të kërkojnë gjithnjëherë më shumë. Dhe çfarë do të zhvillojmë për shembull te fëmijët me që jemi këtu? Mendimin kritik. Ti bëjmë që brenda sekondit të dalin me ide të ndryshme, për gjëra të ndryshme. Dhe vlera nuk është më të gjesh një përgjigje,
Vlera është të bësh pyetjen e duhur, pra ne duhet t'i edukojmë që ata të bëjnë pyetjen e duhur. E dyta, duhet mes e zbën t'u edukojmë komunikimin. Fëmia jonë duhet jetë i aftë të prezantojë një ide, të bindë, të dëgjoj dhe të flasë, të punoj me njerëz nga brezë të ndryshëm, sepse këto nuk do t'i zvendësoj kur teknologjia. E treta, duhet mes e zbën t'u edukojmë inteligjencën emocionale, si të menaxhojnë stresin, si të punojnë në ekip, si të udhëheqin, si të bashkëpunojnë. Bani mend, shumica e tyre në moment që një nga këto nuk funksionon, janë gati të lënë në mes atë që janë duke bërë, dhe të kthehen dhe të banojnë me prindrit. Ndofta nuk e shpallin, por gjejnë që nuk janë të aftë të punojnë me të tjerë, e cila na çon në atë që unë e quaj aftësinë e katërt, që është përshtatshmëria. Fëmia jonë duhet jetë i aftë të ndrojë profesion gjatë jetës, disa herë. Pra nuk përgatitet vetëm për provimin e radhës, por përgatitet edhe për një plan A, plan B. Ta përgatisim që të mësoj gjatë gjithë jetës. Dhe së fundit, më e rëndësishme është, duhet të mësojmë inteligjencën artificiale. Mos e thoni mos e përdor, mos e thoni mos mbaj celularin në dorë, po mësojni ta përdor me etik, me mendim kritik dhe si një mjet që e bën më produktiv. Për ata që do duan të më ndjekin, përpara se të çoni fëmijën në universitet, uluni bashkë me të dhe diskutoni këto pyetje. Është gjëja më e mirë që mund të bëjmë. Përgatitini ca letra dhe mbajini burin në tavolinë. Mund ta pyesni, në gjërat që do të shkosh, në ato që ke aplikuar tashmë, a i njeh veten, do të jetë kjo diçka që ti e do? Nuk di t'ju them sa student kam gjatë vitit që vinë tek unë dhe janë të zhgënjur nga vetja, nga prindërit, nga jeta, sepse duke njohur veten, duke u rritur pak më shumë, shikojnë që ajo që ka zgjedhur nuk ka lidhje fare me ta. Mund ta pyesni prapë për mirë, ore çfarë të motivon nga gjërat që ti bën, çfarë të bën mirë? Jo se nuk i dini. Ju mund të dini çfarë motivon fëmijën tuaj. Është ideja që t'i bëjmë të flasin, të shprehin, dhe duke i shprehur ata shpeshherë bëjnë një stuhim mendimesh në veten e tyre që i ndihmon jashtëzakonisht. Këto ata e bëjnë me shoqërinë e tyre, por shoqëria e tyre shpeshherë nuk e ka këtë inteligjencë emocionale të zhvilluar që prindi e ka sepse ka gjithë jetën që merret me këto gjëra. Në cilat aktivitete humbet gjenjën e kohës? Ku është që kur e bën haron që është duke e bërë këtë gjë? Çfarë problemesh i pëlqen të zgjidh? Çfarë gjën gjërat që ka qejf të zgjidh? Pyeteni, merr shiko 2-3 universitete dhe shiko, a të jepet mundësia që në praktikën që bëhet atje, ti përdorësh këto? A ka lidhje me bizneset, atje ku ti do shkosh në atë universitet? A punojnë studentët me projekte reale? A i zhvillojnë aftësitë e komunikimit atje në universitetin që do vesh? A mësojnë përdorimin profesional të AI-t? Dhe pyetja më e rëndësishme, nëse bota ndryshon pas 5 vitesh, a je i bindur që universiteti ku ti do shkosh të ka përgatitur për këtë ndryshim? Unë do t'i thoshja fëmijës, nëse nuk e përgjigje për këto pyetje, mos nxito të regjistrohesh. Regjistro pak më vonë, se është shumë më mirë se sa një vendim i gabuar që efektet i jep për shumë e shumë vite. Duhet ta mbyll me një mendim. Ne prindrit nuk mund të ndërtojmë fëmijëve tanë të ardhmen, por mund të japim mjetet që ata ta ndërtojnë vetë këtë gjë. Nuk është koha të investojmë vetëm në një diplomë. Ne duhet të ndërtojmë një njerëz që është qytetar i mirë, që di të mësoj, të di të përshtatet, të krijojë vlerë dhe të mos ketë frikë nga ndryshimi, sepse ndryshimi është e vetmja gjë e sigurt që kemi përpara. Do të ketë se ç'bën. Ky është investimi që nuk humbet kurrë. Pra kur ne dim të mësojmë, të përshtatemi, të krijojmë vlerë, të mos kemi frikë nga ndryshimi, dhe të jemi qytetarë shumë të mirë. Për ata që duan të marrin një checklist me 10 pyetje që duhet i bësh vetes ti si prind me fëmijën, përpara se të zgjedhën universitetin, më shkruaj. Dhe do të marrësh një checklist që mund të të ndihmojë. Gjithashtu, nëse do duash, mund të diskutojmë situatën tënde duke rezervuar një kafe me Elidën. Është një kafe 30 minuta që mund të shmangë një vendim që do ndikojë në 30 vitet e ardhshme. Shumë faleminderit që isha me mua.